Me këtyre trajnerin e atletikës shkodrane Albert Marashi pikërisht në kampionatin kombëtar U16 që po zhvillohet në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Profesor Marashi, sërish Federata Shqiptare e Atletikës zgjedh Shkodrën në një event kombëtar. Atëherë Atletika Shqiptare hap aktivitetet outdoor në Shkodër. Kjo është diçka pozitive me kampionatin e moshave U16, ku pastaj do të pasohet edhe me kampionatin U18 dhe me kupën e mbledhjes figurave. Kështu që kjo është një diçka pozitive dhe e rëndësishme për qytetin e Shkodrës, për dashamirësit e sportit dhe atletikës, çka e tregon më së miri edhe organizimi i këtij aktiviteti këtu. Do thoshe që ka një pjesëmarrje të kënaqshme dhe rezultatet progresive nga viti në vit. Unë them që jemi në rrugë të mbar dhe duhet përgëzoj gjithë trajnerët, kolegët e mi, Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jaje për punën e përkushtuar që bëjnë vazhdimisht me sportistët e tyre. Është sipas traditës, Vllaznia është kampione në të gjitha grup moshat. Edhe kjo grup mosh U16 shëndron në një trofe? Po atjetër që ne do të vazhdojmë traditën e mirë të krijuar ndër vite, ku jemi 17 vite rradhës i kampion në çdo grup mosh, po atjetër që ky do të jetë edhe suksesi i rradhës me moshat U16. Ne kemi një kontingjent të tillë që besojmë dhe shpresojmë shumë që do të marrim të trofe për këtë grup mosh. Sapo pam në podium 3 fituese të ekipit të Vllaznisë, vendi i parë, i dytë dhe i tretë. Dominim total gara 100 metër. Me pengesa, ishte është disiplinë që ne kemi shumë mirë të zhvilluar dhe këto e tregon edhe rezultatet e arritura nga sportistët tanë duke zënë vendin e parë, të dytë, të tetë. Po ashtu kemi edhe disiplinat e tjera që duhet kemi sportistë që kanë performancë mirë dhe besoj që do shohim prapë edhe 2-3 podiume të tjera me atletë shkodranë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës Zbi Shmajle bëri vitur se javën e ardhshme përse do të ketë një event kombëtar, Kupa Nderi i Konave. Kupa Nderi i figurave besoj që do zhvillohet në Shkodër nga fundi i muajit prill dhe po ashtu edhe kampionati i moshave U18 që do zhvillohet në Shkodër. Kështu që përgatitjet vazhdojnë dhe presim rezultate të larta. Faleminderit ju.